Erjon Velia i shkarkuar më 25 shtator nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës, ka dërguar ankimim në gjykatën kushtetuese duke cilësuar vendimet e Këshillit të Ministrave të palishëm dhe antikushtetues. Në argumentet e tij theksoi se neni 115 i Kushtetutës përcakton qartë rastet kur një kryebashkiak mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rënda të Kushtetutës apo ligjit, ndërsa qeveria është bërë shtetur tek neni 100 i Kushtetutës dhe neni 62 i ligjit për vetë qeverisjen vendore, të cilat sipas Veliajt nuk mund të përdoren të shkëputura nga dispozitat kushtetuese. Një interpretim i tillë sipas tij krijon shkaqe të reja shkarkimi që Kushtetuta nuk i ka parashikuar dhe rrezikon funksionimin e vetë gjykatës kushtetuese si garantuese e ndarjes së pushteteve. Vendimi për shkarkim u vendos nga kryeministri Edi Rama me arsyetimin se Veliaj nuk ishte paraqitur në detyrë mbi 3 muaj. Paralelisht, Rama shpalli zgjedhjet e parakohshme për Tiranën duke emëruar Ogerta Manashtiliun, kandidatet të Partisë Socialiste dhe duke ngarkuar Belinda Ballukun në drejtimin e fushatës elektorale. Ky zhvillim i parashikuar nga Edi Rama, Manashtiliu dhe Balluku ngriti tensione politike dhe ngrim planet për një fushatë të qetë. Në një kohë, Veliaj përballet me akuza të shumta penale nga korrupsioni dhe fshehja e pasurisë tek favorizimi i biznesmenëve në tenderat e leje ndërtimi. Arrestimi i disa drejtorëve të tij dhe më pas dalimi i tij në shkurt të vitit 2025 i dha fund një karriere politike që dikur shihej si e ardhmja e Partisë Socialiste. Me 3 mandate të kryera në Tiranë, Veliaj projektoi veten si lider potencial, por rivaliteti me Ballukun dhe largimi brutal nga Rama e shndruan në një kart të djegur. Shkarkimi i tij shihet si akti i fundit i një rruge 20 vjeçare nga ngritja brenda Partisë Socialiste deri tek rënia e tij spektakolare.